Këtu është dyqani që vinë, marrin, blejnë, ka gjalp, ka gjith, ka djath. Ka nga gjitha artikujt. Nga të gjitha. Si ka qenë në fillim fare? Ka qenë e vështirë për ta ndërtuar këtë brenda në shtëpi? Ishte shumë pozicione vështirë këtu. Ishte shkëmbi vetëm, ure. Bashkë me Baxho keni ndërtuar edhe këtë? Dyqanin? Dyqanin. Më vonë pastaj u morëm me restorantin, hapëm restorantin më vonë. Mas 10 vjetësh që masi filloi punën bashkë. Vetëm gur, certifikata, çdo gjë, jeni të gjithë me rregulla. Po. Më tha vllai një gjë shumë interesante, që ne jemi thënë të vetmet Baxho, që nuk kemi dyer. Do me thënë kushdo mund të vi të shoh si punohet, si... Për shkak se punojnë pastër. Kush punon në Baxho? Vllai im punon më shumë. Vllai i madh. Vllai i dytë. I dytë. Punon me punëtorët, me familje, punojmë komplet punën e bëjmë me familje. Të gjithë me familje. Edhe restorantet e Baxho. Punojmë familjarisht. Vazhdojmë, shikojmë pjesën tjetër të ujvarës. Këtu jemi në pjesën e ujvarës, është fantastike, fresk, ujë, trëndafilat, kush i ka mbjell trëndafilat? Zonjat? Zonjat. I keni të ndarë punë, do me thënë? Po. Unë më shumë jam për muhabete, për shumë... Kush është më shumë për punë? Kush është më shumë për punë? Paulandi apo Leonardi? Leonardi, a ishte më fjalë paku. Do me thënë, ata që flasin më shumë punojnë më pak. Po. Ujvara këtu. Si ka ecur puna për gjatë këtyre viteve? Ju tani e keni ndërtuar së fund me këtë pjesën e dytë? Po, kjo ka 3 vjetë ndërtuar. 3 vjetë. Është rritur puna? Po, është trefishuar puna. Është trefishuar? Po. Kush vjen më shumë? Më shumë vinë me porosira nga Tirana, nga gjithat, nga gjithë zona vinë. Qa pëlqenë më shumë? Qa pëlqenë natyrën? Pëlqenë bulmeti, natyrën, vëndin. Po, mishin ku e merrni? Mishin nga zona, këtu e marrë. Nga zona? Të gjithë? Të gjithë mishin dhe i qumshim. Do me thënë, keni vënë në punë edhe gjithë fshatin për rreth e rrotull. Punojnë. Po, në kuzhinë si keni të ndara gjërat, si ka mundësi që punoni ende të 3 vëllezër? E nuk jeni ndarë? Nuk shikojmë neve kush punojnë pak e kush punojnë më shumë. Ne shikojmë të si puna mirë. I keni të ndara gjërat, dikush merret me diçka? Dikush me qumshin, ne me restorantin, me punizimet, me... Me kuzhinën kush merret? Punojnë nuset tona dhe kemi dhe 2 punëtore ati. Vetëm 2 punëtore keni gjithsej? Edhe 3 nuset tona 5. 5? 5, edhe 2 veta jemi ne 7. 7? Si mbajmë... Do me thënë, ju nuk keni shumë nevojë për staf të tjerë, kryesisht e mbani familjarisht këtë punë? Familjarisht, po. Kur në Beargj shtojnë puna, i shtojmë dhe punëtorët. Shtojnë dhe punëtorët. Ka punëtorë këtu? Gjën punëtorë. Gjën punëtorë, nuk keni vështirësi për punëtorë? Jo. Ka punëtorë. Për çfarë përdoret kjo? Do me thënë është restorant? Kjo është pjesë restorantit. Kjo përdoret për sebepe, që bëjnë në darkë njëzit tu. Fejesa, datlindje. Keni shtuar edhe pjesën, kjo është pjesa e shpellës, Po, lartë shpellë. Ta shikoj? Po, ne të shkojnë dhe shpellë. Ju ka marrë shumë si investim? Ka kushtuar goxha? Ka vajtë shumë. Keni pas mbështetje diçka tjetër se jashtëmi? Apo vetëm vetë? Vetëm vetë kemi bërë. Do me thënë, puno investo? Me kursimet e 30 viteve, 3 vëllezër. Puno investo. Po. Nuk keni kërkuar apo s'ju kanë dhënë? Po s'kemi dhe se nuk kemi interesuar. Nuk jeni interesuar. Kjo është pjesa e shpellës. Kjo është shpella këtu. Ka dashur kohë besoj të ndërtohet. Sepse është goxha punë. Këtë ne zakonisht e mbajmë për ata që piraki shumë. Se këtu s'kanë çfarë bëjnë ata.